Ku jemi në hapësirën tonë të bisedës, e kam prezentuar që prej fillimit të programit të sotëm dhe në fakt mezi e prisnim që Rreze Dielli sot të merrte një tjetër formë, një tjetër koncept fundjavë, pak atmosferë dhe pak muzikë na duhet të gjithëve për ta përmbyllur më së miri mjaft të ngarkuar nga të gjithë ne. Dhe kemi zgjedhur një këngëtare mjaft të dashur për ju. Të dëgjuar, e dëgjoni her pas here, madje edhe fëmijët janë ata që këndojnë këngët e saj, sepse ajo është një këngëtare e afirmuar tek kënga e popullore, te muzika popullore, por di gjithmonë të sjell diçka të veçantë, gjithmonë. Në çdo këngë që sjell gjithmonë ka një element të veçantë. Ndoshta kjo mund të jetë, le të themi, elementi kryesor i suksesit të Maja Aliçkës në tregun e muzikës të vështirë dhe të bukur popullore në vendin tonë. Maja, kënaqësi që më erdhe. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua për ftesën, faleminderit për të gjithë vlerësimin edhe për çfarë the. Më nisi dita mbar. I meriton. Ke padyshim në intervistat që ke dhënë, janë të shumta dhe në fakt studio televizive të duan shumë. Ke një mënyrë, ndoshta të sinqert, të shprehurit të gjërave, mënyrën se si ti qasesh me publikun, me moderatorë që të ftojnë, e mbi të gjitha ke një shikim që tregon, që rëfen, që flet. Ta kanë bërë të kompliment më përpara? Ka patur këtë punën e shprehjes dhe të treguarit nëpërmjet të syve, ka qenë një nga veçoritë e mia që më kanë ndihmuar shumë si aktore, domethënë. Kështu që atëherë pedagogët e mi dhe të gjithë njerëzit që merreshin me ato punë, ka qenë, si thash shumë mirë, sepse syt shprehin shumë, po jo çdo njeri arrin t'i lexoj. Kështu që faleminderit Zotit, unë më ka dhënë një zemër të mirë edhe këtë e shpreh edhe nëpërmjet të syve, se pasqyrë e shpirtit, si të ashtu. Ashtu është. Më ke ardhur sot sportet të shkon shumë ky stil. Po mëngjes, njerëzit duan ta shoqërojnë sot kafen duke biseduar ne të dyja, edhe në një formë, në një bisede, intervistë, quhet, nuk e di fjala. Në një rrugtim do të bëjmë, që nga Maja e vogël. Jo të gjithë e njohin të shkuarën, fëmijërinë, apo atë çka Maja ka bërë në të shkuarën. Pra jo të gjithë e dinë, për shembull, jo e zbuluat vetë, që Maja ka qenë dhe ka studiuar për aktrim, por edhe shumë e shumë sfida të tjera, të cilat do të doja që ti zbulomin avash avash, duke filluar që nga fëmijëria. Çfarë vajze, çfarë fëmije ke qenë ti e vogël? Unë mbaj mend veten time si një fëmijë që më donin njerëzit shumë. Isha e vogla e shtëpisë, isha pak e përkëdhelur dhe nga prindrit, dhe nga motra, dhe nga vllai, pasi zakonisht fëmia i fundit është kështu. Plus kësaj, edhe nga njerëzit përreth, di që unë ktheja batuta shumë të bukura. Me thënë, shkreshin gazet, ku më gacmonin, edhe unë më jepja në një batut fantastike, edhe për këtë gjë bësha më e dashur. Pjesa tjetër, kisha shumë për zemër që të rija para të tjerëve, të interpretoja, të këndoja, të bëja televizjet e fëmijëve, të recitoja, edhe kjo më jepte shumë kënaqësi. Ka qenë një pjesë. Ka mbetur kjo Maj pikërisht me këto karakteristika që ti përmende edhe në ditët e sotme? Po, them se të gjitha, veç këtyre kam pa dhe një pjesë të dobët, të cilën e kam ende, unë isha shumë e ndjeshme, domethënë, kisha të gjitha këto që s'kisha tur para njerëzve kjo, por në të vërtet kisha një botë shumë të brisht, dhe të ka penalizuar? Më bëj kështu lëmsh në gurë, doja të qaja gjithmonë, po të mos ndihesha mirë, kisha shumë problem të pjesën e madje vllai im thoshte gjithmonë, dhe më talte, kujdes se na preket Maja. Në mua vite bollin, atë kur thosha ashtu prapë vite kjo foto. Sa vjeç ke qenë këtu Maja? Kam disa foto tjera, por nuk munda t'i gjeja, duke më kanë ngelur disa të shtëpia e prindërve, nejse. Edhe këtu unë jam, këto vajzat që janë pas meje, janë studente, janë shoqet e motës time, ajo ka qenë studente dhe unë këtu kam qenë, nuk e di çfarë moshe duhet jenë, se besoj
klasë të partë. Ke një diferencë të madhe me motrën e madhe, do mund t'je motra e vogël pas 4 të tjerave, apo jo? Po, duke që semi 6 fëmijë, natyrisht që deri te ky fundit bëhet diferencat. Je vajza e pleqërisë, thënë ndryshe. Po, tamam vajza e pleqërisë. Këtu jemi studente, apo? Këtu jam në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme. Studimet i ke bërë në... Unë kam mbaruar shkollën e mesme në Orikum. Në Orikum? Për shkolla mesme bujqësore. Pastaj kam konkuruar për arte, për aktore, dhe fatmirësisht fitova që me herën e parë, zakonisht nuk ndodhte atëherë që fitoj që me herën e parë. Madje, unë kam konkuruar edhe pas shkollës mesme, të vjeçare për këngëtar, për në shkollë të muzikës në Vlorë, por disi dhe mbajmë, se po vazhdoj foto, po gjithsesi ta mbaroj edhe këtë. Po. Edhe, sepse unë këndoja si e vogël gjithmonë, në për këto festivalet e fëmijëve, në shkolla, në të gjitha. Kishte shumë aktivitete atëherë. Dhe bëra konkursin e parë, e mbaj mund shumë mirë, edhe e mbaj harrova pedagogun, mësuesin që na bënte këto la dhe këto gjërat. Edhe i bëj unë këto, ngeli shumë i kënaqur ai, vetëm se ishte një moment që kam dredhur çik zërin, më tha mua që mos më drit zëri si kec. Edhe i them unë, po çfarë të bëj me keca, jam rritur. Edhe e fitova unë, ata tha e shumë mirë, okay, do vishte konkursi tjetër, pastaj shkoj te konkursi tjetër, kryesori që aty vendose që fitoj se është shkolla e muzikës, flasi pas shkollës 8 vjeçare kjo. Pas shkollës, tamam, 8 vjeçare. Edhe mu ndjeva shumë mirë edhe aty, por përgjigja tani, unë jetoja në fshat, përgjigja për të marrë të vinte, vinte në Këshill, ose duhet të shkoj atje ku dilnin këto listat që unë se dija fare, se si merrej, nuk isha shumë ide për këtë gjë, thjesht me atë dëshirën e fëmijës për të vazhduar më përpara kjo, dhe mua nuk më erdhi përgjigje. Atëherë thash nuk e kam fituar. E filloj shkollën në Orikum, ishte shkolla më e afërt, është Ducati, me Orikumi janë të 7 kilometra. Bët shkollën e mesme aty dhe më pas konkurove për aktrim. Jo, do e them edhe këtë se shpejt do t'i kaloj. E kisha fituar shkollën. E kisha fituar. Dhe nuk më kishin thënë këta. Dhe këtë gjë ma thot një vajzë, cila e kisha fituar shkollën, më thot pas një viti ose 2 vjetësh, ti si se erdhe në shkollë të muzikës, gjunatha, dhe e fitoj. Tha shumë se ka fituar, si se ke fituar, tha, e kishe emrin të lista e... Nëse atëherë të lije shkollën, pas kishe mbaruar 1 vit a 2 vjet ishte edhe vazhdova unë. Gjithsesi ajo që nisa nuk e lash pa bitisur. Më ke kujtuar një histori që ngjan shumë dhe me historinë time, po ta tregoj pas emisionit. Këtu është Maja me? Unë këtu jam me Florin. Flori është nipi që është rritur te ne. Unë aty jam diku në klasë të 5, diçka e tillë, edhe kam dalë me Flori, si thash edhe që 7 muaj ishte familjen, ishte djali motër së madhe, dhe edhe atë kombinoshit kanë qenë të kuqe, i mbaj mend, në verë ne punonin fëmijët. Normal, mlidhim kallëza në atë kohë. Edhe minim ato lekët. Edhe me ato lekët që mlodha unë, i bleva nipit. Ti teze sa nipërve dhe mbesave. Motrat jetojnë të gjitha jashtë, Maja, apo jo? Të gjitha në Athinë, po. Edhe po thuaj se shumica e nipërve dhe mbesave janë përsëri në Athinë. Pak kanë ikur në vende tjera. Dihet që tezja është gjithmonë si një motor, ose themi motra luan rolet e këtu jeni të gjitha bashkë dhe mbesat e tua ishin të rritura. Po, si thash, gjithmonë ka një marrëdhënie të veçantë. Parafërsisht sa unë. Pikërisht, me motrën e madhe sa diferencë ke? Motra e madhe është 15 vite më e madhe se sa Maja. Dhe gjithmonë si një prind. Ja, tysh motra me flokë të shkurtra. Shive si është. Po. Kemi shumë... Çfarë raporte mban sot Maja, duke qenë se janë gen të mirë dhe nuk duke fare për moshë që ka. Po, të gjitha bjonde që në keni në familje. A këndon ndonjëra nga motrat, apo vetëm Maja doli këngëtare? Të gjitha janë shumë të talentuara, kanë kënduar dhe më përpara për këto aktivitetet që ka patur në atë kohë dhe me grupe dhe me shkolla, me të gjitha. Me gjithashtu edhe vllai, gjithashtu dhe prindit. Por ato morën drejtime të tjera, studiojnë për gjëra të tjera dhe nuk u morën me këtë pjesë. Unë që ishe e fundit dhe atëre ishte pak si në dyshim kjo pjesa që ta bëje profesion, ose jo, dikush e paragjikonte, veç asaj ne, s'kishim edhe shumë kushte, sepse nuk jetonim në qytet dhe
Gjithsesi unë e bëra profesion edhe ato... Ne mësuam më duan që të qef. ti je një teze shumë e dashur, shumë e afërt me to dhe gjithmonë ju ke ndenjur pranë për dëshirat ëndrat dhe moshën e tyre të delikate. Adoleshentë gjithmonë kemi dhe gjithmonë i munduar, duke qenë se edhe djali yt erdhi pak me vonesë në krahasim me motrat që ka lindur më herët, ndaj për to ke qenë shumë tezja e preferuar. Ka vendosur që të përshëndesin një për Mbesa. Nga Athina e largët. Wow. Kemi një përshëndetje surprizë për Teze Majen. Po më çudit se kem mbledhur ata, se ata janë të shpërndarë. Me ekranin. Ja, na erdhën me vonesë videot, faktikisht pikërisht për shpërndarjen, që sapo se ndjekim. Përshëndetje, mirëmëngjes. Niki, Maja, hello. Ajo që më ka ngel nga Maja gjithmonë është që është kur del në skenë, do me thënë, edhe pse ne një orë para se të dali e shkojmë në shtëpi, si njërin tonë, e thjesht, me kemi parë me roba i gjumi, ajo sa herë del në skenë, unë disa momente, sekonda, momente, rrite e shikoj dhe ajo rikthehet në një, nuk e di, në një krijes magjike. Edhe për mua është, sa herë shkoj në skenë është gjithmonë ere parë që unë shikoj këngëtaren time të preferuar të këndoj. Love you, Maja. Përshëndetje. Hello, Maja. Desha të thosha për një udhëtim që kemi bërë në të dyja nga Vlora në Tiranë. Të kisha bërë një pyetje të më thoshje historinë tënde. Ti ma the, edhe për mua ka ndryshuar shumë mënyra si mendoj unë. Me siguri për mua je një njeri që je shembull, edhe më jep gjithmonë shpresën që kur do diçka, një pasion që ke kur punon, edhe kur je i fokuzuar atje, është e sigurt që do kesh një sukses. Sa më shumë rritem, aq më shumë të adhuroj dhe të respektoj si njeri, si femër edhe si familje. Të dua shumë. Preke, Maja, u emocionove. Ne, preke, normal është e papritur një. E dyta... Po, të gjitha ato që thonë, normal që të janë faleminderit Zotit që vajzat të mrekullueshme janë të motrës time që ka më afër me mosh. Edhe unë jam shumë krenare me thënë drejtën për to, janë shumë mirë me shkollurat, me punët, janë... Vëtet e falenderoj Zotit se zëre si kur edhe ato janë mijat, jo vetëm të motrës, edhe nuk është dhe i thonë ato gjithmonë këto gjëra që thanë tani në fakt. Ndonë se e di që kanë këtë... Teze, edhe këtë person që ishte model frymëzim bëhet shumë qefi. Unë edhe u bërtas, po... Nuk shqyqys këtë gjë nuk e thanë. Nuk u bërtas. Gjithmonë për mirë me këshilla. Por mundohem të them që nëse... Por ato janë vetë shembull, Xhanëm. Hajde. Të kalojmë pak në periudhën e shkollës. Ke studiuar për aktrim, madje edhe ke luajtur disa filma. Ke marrë pjesë në disa role. Në shkurt e shkurt, do të... Pse nuk e vazhdove aktrimi dhe atë mungon aktrimi sot? Më mungon. Më mungon shumë, por sa do që të mundohesh të bësh shumë gjëra në jetë, nuk i realizon dot, sepse është e tillë e sistemuar jeta, nëse ke përzgjedhur ke dhënë përparësi një drejtimi, si të mua me këngën, edhe kjo që në fakt përzgjedhja ime ose e përzgjedhje rrethanave, se ndonjëherë rrethanat të detyrojnë që ti të marrësh vendime dhe rrugtime. Dhe jo gjithmonë ne jemi të zotët i krijojmë rrethanat tona. Ja. Kënaqësi e madhe ka qenë për mua të luaja me këtë gigantin
Kinematografistë e teatrit shqiptar Ndeqim Xhepën, gjithashtu Albano Prodani, ka qenë një kënaqësi e pa përshkruar pjesëmarrja ime në Do të kishte vazhduar aktrimin, do ishe sot një aktore e afirmuar, e njohur. Si mendon, do ta kishe bërë dot kaq mirë sa që bën këngëtare? Mendoj ndoshta edhe më mirë. Si mendon nga ana financiare, do ishe si këngëtare më e paguar? Tani, me një drejtim të caktuar nga rrethanat, okay? Qartë. Domethënë unë nuk është se su bëra aktore për pjesën ekonomike, unë nuk u bëra aktore se sa shumë edhe rrethana në momentin që unë do shpërtheja si aktore, i kanë në Gjermani. I kanë në Gjermani. Në Ky vendimi për t'ikur në Gjermani, domethënë si ndodhi, si erdhi? Ishte një rastësi, shumë rastësisht kam ikur, dhe kam ikur vetë për një muaj, dhe e kam dirë në avion kur ishte për nuk gjatë? Pa, ka qenë drejt Müncheniut, i themi ne. Edhe unë kam qarë, sepse nuk e dhja se do rria një muaj, 2 muaj shumë ta, dhe e ndjeva që... Shkuan si padashje 15 vjetë. U bë padashje 15 vjetë, edhe... Po më treq vëmendjen. Po të nxit pak, po të frymëzon, po të... Po më bën të ndihem përsëri aq mirë se sa atje. Je ndjerë në këtë Ka qenë rol. një pjesë teatrale shumë e bukur. Aktori kryesor ka qenë Albano Prodani. Unë isha gruaja e tij dhe vetëm 5 aktorë ishim gjithsej. Dhe çfarë them, domethënë ja uroj vetes time që të kem përsëri një kënaqësi të tillë. Do ta pranoj një rol, mund t'i bësh dhe një thirrje regjisorëve apo producentëve për të ofruar një rol që me sa duket e paske në projekt. Kanë ardhur këto kohët pak të vështira, nuk është se po funksionojnë gjërat siç kanë funksionuar, por të jemi mirë me shëndet, me siguri që do ta kem përsëri një ofertë për të bërë diçka, një rol tjetër. Po profesionin tënd të parë. Në Gjermani, shkove, mbrit aty dhe pastaj u gjende edhe në një shkollë të dytë. Po, e kisha domosdoshmëri, më thënë që ta shpjegoj këtë gjë. Nuk shkova në Gjermani se doja të studioja, por unë për të jetuar aty, ndërkohë kisha shkuar të një, dhe kjo është një foto të Gjermanisë, për të shkuar, jesë ftot aty, Është ftot. Për të qëndruar në Gjermani, ndonë se banoja që në fillim të mikja ime gjermane ateshme dhe sot nëna ime adoptive, unë duhet kisha një leje qëndrimi. Rrethanat e mia dhe leja qëndrimit në atë kohë ishte ose të ishe studente, azil nuk bëj fjalë se s'kisha arsye në vendin tim që të më pranojnë atje azil, edhe se kisha dhe domosdoshmëri unë, në fakt, nuk kështë doja patjetër të rria, ose si studente, ose thash, si studente ose të martoheshe. Edhe tani, kushtet si studente, unë i plotësoja, sepse ishe disa kritere, do të kështë marrë në shkollë në Shqipëri, të kështë një vëndbanimi tjera, apo financiare, dhe këto gjëra unë i plotësoja të tëra dhe për këtë arsye, unë fillova të studioj në fillim gjuhën, me provimin e gjuhës, pastaj përzjedh një deg, që mua vitin e parë, apo të dytë se një vit ishte gjuha, gjeta vënd për ekonomik, nuk shkova asë ditë në seminare, sepse unë ekonomiku nuk e bëja dot, s'isha lidhje me të, dhe vitin e dytë, ose të tretë, se fillo po nuk isha shumë, përzjodha pastaj dhe gjeta vënd në histori filozofi, ku unë mund të jepja provime, se aty e ndjeja, dhe si shte as pak e letë, ne i themi kështu këto, por... Vështirësit dhe sfidat që ka kaluar... Sepse punoja, këndoja, shkoja në shkollë, provime, bëja pate, në kanë qenë... Tani edhe gjatë kohës që studioje në Gjermani, u afrove dhe me muzikën, apo jo? Aty fillove dhe në një trek muzikor? Me një herë, ashtu ishte lidhja, njifja unë një grup... Ky është universiteti ku Maja ka... I Wuppertalit. Ka studiuar në degën histori filozofi. Çfarë kujtime shke? Edhe do thotë ishte të pjesa e tregu muzikor, si arriti të preke tregun muzikor në Gjermani? Unë depërtova me njëherë në tregun muzikor në Gjermani, për arsye sepse unë kisha lidhje me një grup që kishin ardhur nga Shqipëria dhe u bëra pjesë e tyre, nga kruja muzikant shumë të mrekullueshëm dhe të talentuar dhe shumë miq të mirë. Dhe mësova unë, sepse atje nuk këndoj jug, unë dija tani si isha këngëtare, unë dija tani disa këngë, këndoja
bukur, po jo profesionale. Dhe i mësova këto këngët e veriut të Kosovës të gjitha, dhe dola këndoja, po unë skenën e njifja shumë mirë, interpretimi më ndimonte, zëri mashallah, dhe sytë po si që më the. I kishe të gjitha elementet për që në suksesshme. Dhe filloj puna bam, do me thënë, këndoja në fund javë, kuptohet. Në për aktivitetet ndryshme të shqiptarve, naturisht, dhe kështu filloj rruga jote muzikore. Dhe kisha të thjeshtun këtë gjë, sepse me fitoja para, dhe isha në skenë. Në 2006 më pas merr vendimin për të kthyer në Shqipëri. Nuk mora vendim, erdha përsëri për të bërë një album, sepse po shikoja tani duke kënduar unë aty në aktivitetet ndryshme, shkoj tash unë duhet të bëj të kem një patentime, të kem një albumin tim, se ndjeja veten ku shisha në fakt, edhe publikun, kisha shumë publik të mirë, dhe kisha krijuar goxha emër si këngëtare aty e live-it. Si thash edhe një herë, jo këngë jugu. Edhe tani thash unë duhet bëj një albumin tim, sepse shkoja vini kolegët e mi, emrat famshëm, që janë ende, këndoni dhe ata të gjë që po bëja unë dhe po ama kishte ndryshim. Të financat e të gjitha, të këtë qenurit emër është shumë ndryshe për publikun e gjërë tani. Dhe vendosa thash dhe në Shqipëri do bëj një album. Tani ku do vija unë këtu në Shqipëri të kushte shoku im i shkollës, Adi Hila, që ishte dhe është në krye. Nuk e ndat asnjëherë bashkëpunimin tuaj. Nuk e shkëputut asnjëherë, edhe në ditët e sot me bashkëpunori me. Po, me shumë kënaqësi është. Vetë rezultatet tregojnë, në mos themi shumë fjalë. Dhe me ca mendime që më ndryshe, unë jo të bëja ca si më moderne, me bazë popullore, jo kështu, jo të më thotë Adi shko. Ti bëj këto të gjitha, por në moment është shumë në mod ky folku, këto këngët e labe të kthyer në atë kohë ishte quaj turbo folk. Turbo folk. Dhe goditët me njëherë, me lege-lege më duket ka qënë me lege-lege, Fustan Verdha, Marika, tjera, dhe këto, po sidomos kjo Guri Peshon në vendin e vetë, që ka qënë një këngë shumë e ndjerë dhe për emigrantët ajo këngë, dhe ti fillove pastaj të ndërtoje karrierën në vendin tënd. Këtu e pej që more famë. Ajo edhi automatikisht, do të thotë ka ndodhur një fenomen, dhe kur ika në Gjermani ika për pak kohë, dhe ngella për 15 vjetë, dhe kur u ktheva edha për pak kohë, dhe ngella, po vend për sëri 15 vjetë është. Si do ta përshkruaje, le të themi atë fillimin e karrierës të suksesshme, famën që fillove të merrje që nga 2006 deri në ditët e sotme? E mendoje që do të ishe një këngëtare e njohur, e suksesshme, duar të kitur, e kërkuar? Më kanë thënë dy fjalë bashkëpunëtorët e mi, Bledi i Max Production dhe Adi Hila. Ti ke për të marrë valigje do vish në Shqipëri pas të album. Thash, unë në Shqipëri, thash, jo, më jam shumë mirë atje, vi, as bën vaki, thash, haroje. Dhe unë kam marrë, me të vërtet, pas një muaj që kam dalë në ekran, unë ika në Gjermani, filluan njerëzit direkt më njifnin, dhe unë po çuditesha në fakt, maja njëri, maja tjetër, tani unë nuk e kisha përjetuar këtë ndjesi që njerëzit të famës suksesit. Dhe, okej, unë u përshtata me njerë, vetëm më bërë një gjë përshtypje që thash, në Gjermani kisha bërë shumë gjëra të vështira në krahasim me këto këtu. Edhe të luash qoftë se pavarësisht se vetëm 2 role në teatr, po të bësh atë shkollë, po të përshtatesh në shtëpi me gjerman, po të bësh financën vetë, të jetosh nga vetja jote, se vërtetoria, ma prisja nga vetja. Luash një film, të punosh në fabrik, të punosh si përkthys, të këndosh gjitha ndej. Ke punuar në një fabrik në Gjermani, në cilën fabrik, se nuk e prekëm këtë pjesë. Ku mbaj mëndë në punë të cilat nuk ishin lidhje me profesion dhe me punën. Sepse kur ishte studente, guxoja të punoja kështu vetëm 90 orë. Okej, për të kryuar të ardhurat. Dhe të gjitha këto gjëra, mua më kishin lodhur, por edhe ndjesha mirë. Unë isha gjithmonë dhe e pata fjallën që gjitha i mundima atje, ka që më dhe këto i thua thjesht, po për të bërë si janë as pak të thjeshta, kush i ka bërë e di, e sidomos në vend tuaj. Dhe erdha këtu, okej, ki patë edhe këto mundimin e vetë, dhe unë u bëra ka që dashur me një për njerëzit,
thosha, ore, po unë bëra gjithë të mundime atje, prandaj kam thënë kur i rëndëve të vetë. E pra, këtë sa të përprekja që kjo ka ardhur si frymëzim për këngën tënde të radhës, ishte shumë i suksesshëm, e të gjithë ata që e dëgjojnë dhe që kanë emigruar e kuptojnë se çfarë mesazhi të fortë jep kjo këngë. Ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe më pas rikthehemi me një performancë të Majës. Përcjell sa herë që këndon dhe sa herë që je pranë njerëzve të tu të dashur dhe të gjithë publikut. Më vjen kështu. E ke kështu të natyrshme. Edhe kolegët kanë shumë respekt të njëjtës rrymë muzikore dhe të rrymave të tjera muzikore. Gjithmonë e dashur e çiltër dhe këngëtare me potencë të madhe për të treguar, le të themi, jo vetëm shpirtin në këngë, por edhe për të përcjell mesazhe. Ashtu sikundër kanë preferuar edhe kolegët e tu të përshëndesin edhe të të urojnë për karrierën tënde muzikore dhe të qenit Maja. Faleminderit. Dëshiron të ndjesh. Po kurioze. Përshëndetje. Si që shihni jam në studio në incizim, por sa mora vesh që po jep një emision për këngëtaren Maja, të shpreha dëshirën të themallu diçka për kolegën teme. Maja është një nga perlat e jugut. Është një këngëtare me një reputacion jashtëzakonisht të madh, një këngëtare që shumë shpejt ka bërë për vete gjithë spektatorët, edhe një mikesh shumë e mirë, një shoqe jashtëzakonisht e mirë, edhe një kolege tepër simpatike. Unë kam bërë shumë koncerte jashtë shtetit me Majën, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, një këngëtare që me të vërtet populleton. Unë i uroj Majës në këtë emision të gjitha të mirat në familjen e saj dhe duke falendëruar shumë edhe bashkëshortin e Majës, të cilin e falenderoj nga zemra, sepse është një njeri i përsosur, edhe kështu që emisioni është qoftë mbar e mirë, fana nga Buja Qamili. Hej, Maja, ky është një video mesazh për ty e dashur, për ty që je shembull i forcës, guximit, për ty që të kënaq me batutat e tua fantastike,
unë të dua fort, të uroj gjithë të mirat dhe u bëft mbreta ideali jot. Përshëndetje mika ime Maja, kam shumë fjalë për thënë, por normalisht tu do t'i bie shkurt. Të njoh që për fillimet të mia të karrierës, sepse kam pasur fatin që të punojmë në të njëjtën studio, dhe dua të them që ke qenë ai njeriu ku unë kam pasur mundësinë edhe fatin të marr mendime, një njeriu me eksperiencë sa ke ti, dhe duhet të falenderoj shumë nga zemra që më i gjendur pranë për të gjitha ato mendime të sinqerta që më ke dhënë. Unë nga zemra të uroj shumë suksese, të uroj gjithë të mirat dhe përqafime. Më emocionove pra. Dhe janë të shumë të artistët dhe kolegët. Tani do të vë pak në siklet. E para di që je në koncert. Ne dua të falenderoj të gjitha për të fjalë dhe për gjithë energji që më dhanë. Dhe me Bujarin, Qamilin. Dihet se kush që të thuash, por dua ta falenderoj shumë për gjitha fjalë, për gjithë shka. Do të falenderoj shumë Silvën, do të falenderoj shumë Ervisin. A ka xhelozi mes jush këngëtarët për pagesat, për kush paguhet më shumë, kush është më i kërkuar? Ky është pra i sikleti që do të vendosja se... Po, tashi, nuk e di, me të drejta, çdo njeri e di për vete, kupton, natyrisht që ka, edhe në jetë, në çdo lloj fushë ka, por e rëndësishme është që thjesht njeri, të ngelesh njeri tek këta njerëz, që të kesh mundësi të dëgjosh nga fjalë të tilla, se dhe janë, është e rëndësishme për mua kush jam, atë këngën dhe artën, ato i ke, edhe ato parat që merr i ke për vete, po ky njerëz i lëku, kjo respekti që të ngelet. Ashtu është, dhe edhe dikush tjetër ka preferuar të tregoj se kush është Maja në të vërtet. Ja. E shohim. Përshëndetje Maja, jam shumë e lumtur që kam pjesë të jetës një mikesh kaq të mirë dhe kaq të vyer siç je ti. Dhe duhet ta them patjetër që kjo mirësi buron nga familja jote dhe sidomos nga prindrit e tu që kam pasur fatin t'i njoh. Njoja jon përkon me fillimin e karrierës tënde dhe shiku je tani zemër. Çdo shqiptar gëzon dhe feston me këngët e tua, pa dallim veri jug. Dhe shpeshherë themi me njëra tjetrën që njoja jon ka qenë dashuri me shikimin e parë. Kam qenë pjesë e gëzimeve dhe hidhrimeve të tua dhe më bëhet zemra mal për familjen tënde dhe sidomos për Jonasin e vogël. Ju dua shumë zemër, të dua ty pambarimisht. Mikejo të zemrës, shoqja e ngushtë e Majës, të emocionoi pafundësisht sot. Prej sa vitesh jeni mikesha? Që me dalit e mia të para. Ka qenë mbështetja jote më e madhe, si një motor e Shqipërisë, duke qenë se motrat kanë jetuar jashtë. Para se unë të martohesh, do të thënë, Xhevo ishte non stop me mua, më ndihmonte me gjithçka, me gjithçka që mundej dhe është njëri shumë i lartë, do të thënë. Roli kryesor i jetës tënde, pavarësisht aktrimit, sfidat, poshtepërpjet, këngëtares, është sigurisht roli i të qenit nën, mëmësias. Jonasi, për pak mbush 3 vjeç, apo jo, i ke dedikuar këngën, e cila është kënga e jetës, besoj kënga e cila të ka emocionuar, pafundësisht sigurisht edhe këngët e tjera të dedikuara për familjarët e tu. Si të ka ndryshuar mëmësia, Maja? Jeta ime domethënë tani është bërë krejt, jo krejt, por shumë më ndryshe, krejt nuk do thoja, shumë më ndryshe, gjithçka tani sillet do të thotë tashi muzikën e luan Jonas dhe ne hedhim vallen sipas muzikës së tij. Kështu që ai është përparësi, më ka bekuar Zoti natyrisht mua, Beni dhe gjithë familjen time në fakt, edhe
Ka, po tjetë, mua shpirtërisht më ka bërë shumë mirë si çdo nën, po më edhe në ca momente tepër të vështira dhe me edhe tamam si një dhuratë nga Zoti apo nga ëngjëjt e tij, të mitë që i kam lartë në qiell. Dhe këngën që e shkrove vetë për Jonasin, edhe që është publikuar në gjatë verës, dhe këtu vërtet një Maja ndryshe, si karamele, shumë e bukur, edhe videoklipi, teksti, muzika, dhe të ka dhënë një nur në këtë video. Veç familjes time që kemi të tërë Bojqell, edhe vjera ime dhe familja burrit tim nga jëma, edhe ata janë të gjithë bjondër me sy Bojqell. Dhe sa burim ka babajnë, Qarë, dhe ka marrë pikërisht të të i parë. Sa kohë kalon me Jonas, a i një mama e fiksuar, e kujdesshme, tolerante, në cilat grupe futesh? Korrekte, jam shumë e kujdesshme, nuk jam manjake, por jam shumë e kujdesshme. Aty është një kështu ndarje gati afër, mundohem të bëj më të mirën time të mundshme dhe jam duke e bërë, duke anashkaluar ndonjëherë edhe pjesë të karrierës e duke lënë ndonjë pas dore, kur themi pas dore, jo direkt nëse unë jam e dua shumë profesionit tim, nuk jam një vetëm një grua shtëpie, një nënë shtëpiake. Po që arrin ti menaxhosh edhe ti ekuilibrosh, pa të kushtëzuar. Zotit i kam menaxhuar mirë. Dhe uroj që ta kem mundësinë ti vazhdoj të menaxhoj mirë. Kemi një moment të shkëputur me Jonasin, pasi e ke marrë nga Çerdhja, një nga shumë momentet që Maja kalon me djalin e saj, do doja që ta ndiqnim bashkë. Ka filluar Jonasi të këndoj këngë si kundër dërgoj shumë video, dhe nëna kanë ardhur shumë video faktikisht nga fëmijët të cilët këndojnë këngët e Majës. Fëmijët më kanë, do të thotë, unë kam depërtuar në zemrën e tyre, në shpirtin e tyre, që në daljen time të parë. Kënga Lege, sidomos kjo, mua në ato vite më thonin shumë njerëz që fëmija me këngët e tuaj, vë muzikën tënde që të ushqeret, kjo dhe... Lërgja mund në i vendosi disa nga momentet e fëmijëve që hajnë, këndojnë dhe luajnë me muzikën e Majës. Edhe do doja që ti përshëndesja prindrit që kanë quar video. Po edhe unë i përshëndes shumë edhe të bëjmë të fëmijët lis me dega. Maja, projekti duke qenë se jemi në fund fare, projektet tua muzikore të këti muaj, besoj në festat e nëntorit, kemi një koncert në... Jam në disa koncerte në dhe të thjesht nuk i kam publikuar të gjithë në Angli, në Londër dhe në qytetet tjera të Anglisë. Do t'jesh bashkë me kolegët e tjerë, do jesh vetëm, do t'jetë raporti... Në disa koncerte jam me Bujarin. Ishte me Bujarin një nga performansa që të kishit. Me shumë kënaqësi, natyrisht është një... Raporti që këti me fansat është pak i veçantë, është specifik. Fansat brorasin emrin e Majës në performansat që ti ke në vëndet të ndryshme, por edhe në Shqipëri. Çfarë emocione është t'i japin? Mund të them vetëm që fansat i kam motiv, do me thënë më dhuroj një dashuri të pafundme, dhe mendo është e shumë fisht, është e shumë fisht, dhe është... Ai që e provon e di se çfarë kënaqësie është kjo, nga ata jam në fakt tu ku jam. Do thotë nëse nuk do kisha të tillë, natyrisht që unë u jap atyre atë kënaqësi, por është edhe ajo marrëdhënie. Qartë. Edhe mundohem dhe me ata të jem kjo që jam. Kjo që jetë. Falenderoj shumë që erdhe, të uroj shumë suksese. Faleminderit, kënaqësi. Ma puthi Jonasin e vogël.